Forcimi i qeverisjes vendore përmes platformave digjitale të Instat ishte workshopi rajonal i zhvilluar në Korçë nga Instituti i Statistikave. Gjatë aktivitetit u theksuar rëndësia e statistikave zyrtare në artimin e politikave publike, planifikimin e shërbimeve, zhvillimin ekonomik lokal dhe menaxhimin e territorit. Monitorimet që zhvillohen në nivelet lokale dhe rajonale. Për ne, edhe si institucion, rajoni Korçës në fakt ilustron qartë si sa shembull shumë të mirë se si vendimarrja është zhvilluar mbi bazën e të dhënave. Prandaj duam të investojmë në këtë drejtim që këtë vendimarrje ta përmirësojmë duke bashkëpunuar më shumë me ata që janë prodhuesit e informacionit apo mbledhësit e tyre, siç jemi ne Instituti i Statistikave. Zvicra beson se qeverisja e mirë fillon me të dhëna të sakta dhe të besueshme. Sot bashkitë përballen me sfida të rëndësishme, si planifikimi urban, ofrimi i shërbimeve publike, zhvillimi i ekonomisë lokale dhe menaxhimi i territorit. Për të marrë vendime të drejta dhe efektive në këto fusha, nevojiten informacione të përditësuara, të sakta dhe lehtësisht të aksesueshme. Kjo është bërë mundur fal statistikave dhe të dhënave të gjeneruara nga Instat. Për këtë arsye, ky takim ka një rëndësi të veçantë, pasi kontribon në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe në përmirësimin e procesit të vendimarrjes në të gjitha nivelet e qeverisjes. Përveç se prefekte e qarkut të Korçës, jam doktore shkencave ekonomike në fushën e menaxhimit dhe di shumë mirë se sa e rëndësishme është përpunimi të dhënave dhe vendimarrja përmes statistikave zyrtare. Në fakt, çdo vendimarrje duhet të kalojë përmes statistikave zyrtare, sepse patjetër është vetmja mënyrë që vendimarrjet e bashkive të jenë më transparente, të kenë më shumë llogaridhënie këshillat bashkiake të bashkive të këtij qarku. Takimi mblodhi përfaqësues të bashkive të qarkut të Korçës, institucioneve publike, universitetit dhe shoqërisë civile, me fokus prezantimin e dashbordit të bashkive dhe platformës Geodata Hub si instrumente moderne për planifikimin strategjik dhe vendimarrjen e bazuar në të dhëna. Përfaqësuesit e Instat vlerësuan se statistikat rajonale dhe territoriale po marrin një rol gjithnjë më të rëndësishëm në qeverisjen vendore, duke u ofruar bashkive informacion të besueshëm dhe të përditësuar për të adresuar sfidat e zhvillimit. Ky takim u zhvillua si bashkëpunimi i Instat me projektin Salstat dhe me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.